Ngjarjet e fundit në ngushticën e Hormuzit po sinjalizojnë një kthes të rrezikshme në ekuilibrat gjeopolitik global, ku tensioni mes Iranit dhe fuqive perëndimore ka hyrë në një fazë të re, më të drejtpërdrejtë dhe potencialisht shpërthyese. Brenda pak orëve forcat iraniane kanë hapur zjarr ndaj dy anijeve tregtare që kalonin në këtë korridor jetik për ekonominë botërore, duke i detyruar të ndalojnë dhe duke shkaktuar alarm të menjëhershëm në tregjet ndërkombëtare të energjisë dhe në qendrat vendimmarrëse të sigurisë globale. Incidentet, të cilat përkojnë me një periudhë të tensionuar për shkak të përplasjes së interesave në lindjen e mesme dhe përpjekjeve të dështuara për rikthimin e negociatave bërthamore, po interpretohen si një mesazh i qartë strategjik nga Teherani. Irani jo vetëm që nuk tërhiqet, por është i gatshëm të përdorë kontrollin gjeografik si armë presioni. Ngushtica e Hormuzit, përmes së cilës kalon rreth 1/5 e furnizimit global me naftë, është kthyer sërish në epiqendrën e një krize që mund të ketë pasoja shumë të gjera se vetë rajoni. Çdo ndërhyrje në këtë pikë të ngushtë detare reflektohet menjëherë në çmimet e naftës, në zinxhirët e furnizimit dhe në stabilitetin ekonomik të vendeve importuese. Përfshirë edhe ekonominë europiane, që tashmë janë të ndjeshme ndaj goditjeve të jashtme. Raportimet tregojnë se trafiku detar është ngadalësuar ndjeshëm, ndërsa kompanitë të mëdha transporti po rivlerësojnë itineraret e tyre, duke shtuar kostot dhe rrezikun e furnizimit. Në këtë kontekst, veprimet iraniane nuk janë thjesht ushtarake, por thellësisht ekonomike dhe politike. Në planin diplomatik, ky zhvillim përbën një goditje serioze për çdo përpjekje për depërshkallëzim. Marrëdhëniet mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë qenë të tendosura prej kohësh, por incidentet e fundit në Hormuz krijojnë një realitet të ri ku përplasja mund të kalojë nga faza e presionit indirekt në konfrontim të hapur. Shubahat dhe aleatët kanë shtuar praninë ushtarake në rajon, ndërsa çdo incident i ri rrit rrezikun e një keq llogaritje që mund të ndezë një konflikt më të gjerë, ku do të përfshiheshin edhe aktorë të tjerë rajonal si Izraeli dhe monarkitë e Gjirit. Në këtë sfond, Hormuzi nuk është më vetëm një rrugë detare, por një vijë fronti e padeklaruar. Nga këndvështrimi strategjik, Irani po luan një lojë të llogaritur me rrezik të lartë, duke synuar anije tregtare dhe duke imponuar autoritet në një zonë ndërkombëtare. Teherani po teston kufijtë e reagimit ndërkombëtar dhe njëkohësisht po përpiqet të forcojë pozicionin e tij negociues. Mesazhi është i dyfisht ndaj perëndimit, se çdo presion ekonomik apo ushtarak do të ketë kosto globale dhe ndaj fqinjve rajonal, se Irani mbetet një aktor kyç që nuk mund të anashkalohet. Kjo strategji megjithatë mbart rrezikun e izolimit të mëtejshëm dhe të një përplasje të drejtpërdrejtë që mund të dalë jashtë kontrollit. Për Europën dhe për rajonin tonë, zhvillimet në Hormuz janë një sinjal alarmi për brishëtësinë e sigurisë energjetike. Rritja e çmimeve të naftës dhe pasigurit në furnizim mund të ndikojnë drejt për drejt në ekonomitë e brishta dhe në stabilitetin social, duke rikthyer skenar presioni ekonomik që kontinenti i ka përjetuar në vitet e fundit. Si antare e NATO-s, Shqipëria është pjesë e një arkitekture sigurie që mund të përfshihet indirekt në menaxhimin e krizës, qoftë përmes qëndrimeve politike apo mbështetjes logjistike. Në përfundim, ajo që po ndodh në Hormuz nuk është një incident i izoluar, por një simptom e një rendi ndërkombëtar në transformim, ku fuqitë rajonale po sfidojnë hapur status quo-n dhe ku vijat e kuqe po bëhen gjithnjë më të paqarta. Nëse tensionet vazhdojnë në këtë trajektore, bota mund përballet me një krizë të re energjetike dhe me një përshkallëzim ushtarak që do të tejkalonte kufijtë e lindjes së mesme, duke kthyer një ngushticë detare në një nyje kritike të paqes dhe stabilitetit global.